Nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Erlen Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Jemi live këtu dhe do të diskutojmë sot për vizitën e zotit Rama në Bordin e Paqes në Washington. Ai ka bërë një deklaratë sot me të vërtetë shumë të rëndësishme në fjalën e tij, po e lexoj. Zoti president, duke drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, le të bëjmë diçka përpara se gjëra të tilla të këqija të ndodhin. Dhe fjala është për UÇK-n. Domethënë, zoti Rama me pak fjalë ka shfrytzuar Bordin e Paqes, që është për paqen në Gaza, në atë që po themi konfliktin e dytë më të rënd mbas luftës në Ukrainë, për të vendosur një paqe, dhe zoti Rama në fjalën e tij, i ftuar dhe duke qenë prezent në Washington, arriti të përmend atë që po ndodh në Hag me ish drejtuesit e UÇK-s. Mendoj dhe besoj që është një moment shumë i rëndësishëm. Ne kemi ndjekur dhe dje në një raportim nga Haga, nga dy gazetarët Florgert Muça dhe Andri Bala, kemi diskutuar që nëse Rama do ta përmendte UÇK-n dhe këtë proces negativ që po ndodh në Hag, dhe ai sot arriti ta bëjë këtë gjë. Për diskutuar për këtë, po edhe për çështje të tjera të vizitës së kryeministit Rama në Washington, unë sot kam kënaqësinë të kem dy miq të mi dhe të emisioneve të mia, po të vjetër kështu të lashtë, i pari Ralph Gjoni, që ka një status të veçantë, ish deputet në kryetari komisionit të jashtëm, parlamentar të jashtëm, ish zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, por edhe një mik i imi dhe i gazetarëve. Zoti Gjoni, faleminderit që pranuat ftesën, pas kaq vitesh kthehesh në emisionet e mia. Faleminderit zoti Qafoku, kënaqësi dhe privilegj të jem këtu dhe të falenderoj. Ishte një ngjarje e tillë që unë mendova të ftoja. Pra, vizita e kryeministit Edi Rama në Washington është disa planës, dhe një nga planet sigurisht është ajo që ka 2 vjet që marrëdhëniet e Shqipërisë me Washingtonin nuk janë aty ku duhet. Fakti që kemi 2 vjet pa ambasador, ti e njoh shumë i mirë i diplomacisë, domethënë e konfirmon këtë. Por kjo doli në plan të dytë sot. Fakti që kryeministi Rama ka kërkuar presidentit Trump live në fjalimin e tij që ai së bashku, pra, po ai të bëjë diçka përpara se e keqja ndodh, çfarë do të thënie ka kjo, zoti Gjoni? 2 vjet apo më shumë se 2 vjet? Jo, 2 vjet mbushen në korrik. Pa ambasador, ka vetëm ngarkuar. 2 vjet mbushen në korrik. Nga ikja e zonjës Kim. Skandaloze. Turp. S'ka ndodhur asnjëherë. Turp për Washington. Vetëm turp Washington? Sigurisht turp, sepse jemi vendi më pro-amerikan në Ballkan. Me fjalë, me çfarë logjike Washingtoni nuk do të kishte një ambasador në Tiranë? Do të pyes për këtë qytetin e vendit më pro-amerikan në të gjithë Ballkanin. Do të pyes për këtë se kjo ishte kryesore, po tani kryesore është kjo UÇK-s. Komenti yt. Tani, un para 2-3 ditësh kam dhënë një intervistë në një medium tjetër dhe kam bërë thirrje kur më është bërë pyetja nëse duhet përdorur Bordi i Paqes në kontekstin aktual të turpit të një gjyqi ndaj heronjve të luftës Kosovës dhe drejtuesve të UÇK-s, një akt i pa precedent, sui generis, një gjykat që unë nuk mendoj që ne duhet ja njohim legitimitetin. Derisa është votuar ajo, nga Kuvendi i Kosovës, mund ta analizojmë edhe këtë, por ju i dini bindet e mia, unë nuk është se jam në një simpatizant i Ramës, por nëse Rama e ka ngritur çështjen e UÇK-s, jo nëse, unë e kam bërë thirrje dhe më bëhet shumë qefi nëse Rama e ka ngritur. Atëre, për ta përmendur me emër UÇK. Ja, pra ja, ta ndjekim insertin kur Rama ka përmendur. Kjo është breaking news për mua, unë sa brita në. Po, pjesë e fjalimit të tij. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti Kosovës, që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror Sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu, që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror
prokuror, i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij, kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, Zoti President, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Jemi në studio, pra ndoqëm një pjesë të fjalës së kryeministit Rama në Washington në Institutin e Bordit të Paqes. Zoti Gjoni, e fort ishte? Shumë e fort. Pozitive? Nuk kam një simpati për kryeministrin. E di, kjo dihet botërisht. Por t'i njohim meritën. Cezarit atë që i takon me Cezarit. Dhe t'i japim Zotit atë që i takon Zotit. Dhe në këtë moment Cezari ka bërë një akt patriotik që unë e vlerësoj maksimalisht sepse duhet përdor e gjithë fuqia diplomatike e Tiranës, shumë më tepër se e Prishtinës, sepse ne jemi epiqendra e albanosferës, e shqiptarisë. Bilesun jam që ne të fillojmë edhe debatin tani mbar kombëtar për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, nuk duhet ketë duhet fillojmë dhe me nisma ligjore. Jemi në kontekst ti je duke thënë që tani duhet fillojmë nisma ligjore për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën? Sigurisht, dhe kryeqyteti duhet të jetë Tirana. Mirë, kryeqyteti nuk diskutohet. Dhe banorët e Kosovës duhet mësohen që ta pranojnë Tiranën si epiqendrën. Ajo nuk diskutohet, po. Jo, nuk diskutohet. Ti je për nismën? Diskutohet se nuk janë një pjesë e njerëzve në Kosovë, e një brezi të ri, janë duke kultivuar idenë e një identiteti të ri kosovar. Jo, mos ta diskutojmë edhe, mbetemi këtu. Pra, ti në këtë moment me që situata solli këtë procesin në Hag, ne duhet fillojmë procesin tjetër të bashkimit të Shqipërisë me Kosovën. Absolutisht. Të një unioni. Dhe çfarë sjell? Po, union, sigurisht. Një unioni, po patjetër, derisa Trump flet për Greenlandën, derisa flitet për një format të ri në Gaza, derisa po negociohet për Ukrainën ndarje territoresh. Më fal, në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkëmbimet, bashkimet apo ndarjet e territoreve njihen. Qofshin ato përmes luftës, qofshin përmes negociatave, apo qoftë edhe përmes blerjeve. Pra, marrëdhëniet transaksionale, apo marrëdhëniet edhe, le të themi, diplomatike, Gjermania ka qenë ndarë, u bashkuar. Pse mos bashkohemi neve me Kosovën? Ralf, çfarë impakti do ketë kjo që tha Rama? A do ketë impakt? Ai e tha, është e guximshme, e tha atje është diskutimet ishin për Gazën e i shfrytëzoi rastin. Çfarë do ketë kjo impakt? E para është pozitiv fakti që Rama e ka shprehur këtë gjatë një fjalimi publik. E kanë dëgjuar edhe lider të tjerë që kanë qenë prezent në atë tavolinë. Sigurisht Trumpi, duke pas parasysh gafat që bën her pas here, mund edhe ta ketë harruar emrin, shqyqyr që i mban mend emrin Kosovës, se na ngatron me Armenin apo Azerbajxhanin me Azerbajxhanin. Edhe Wilsoni ngatroi Meka tha në Turqi, ka bërë dhe Wilsoni. Po kam një arsye pse po e them këtë. Kam një arsye sepse a është efikas se thirrja aktuale e Ramës publike në një tryezë ndërkombëtare? Kjo është pyetja. Pra, kjo është pyetja që un kam në kokë. Ai ka kuptuar Trumpi qartë çfarë donte të thoshte Rama. Dhe un besoj se kjo, po duhet një follow-up. Pra, kjo duhet ndjekur me kanale diplomatike tani. Pra, kryeministri i Shqipërisë, një vendi aleat mik që është ftuar më pro-amerikan në Evropë. Okej, e kalojmë edhe këtë kredencialin pro-amerikan, se ne vdesim të dukemi si pro-amerikan, pavarësisht se do ishte mirë të ishim më pro-shqiptar se sa pro-amerikan. Por një vend aleat kaq i dashur me Amerikën dhe ku Amerika na ka qëndruar pranë, besoj që tani kanalet diplomatike duhet të çojnë mesazhin dhe ta përçojnë mesazhin në Shtëpinë e Bardhë dhe në Departament të Shtetit. Pra një follow-up në ditët në vazhdim ku të riflektohet. Mos mbetëm me kaq. Sigurisht, kjo kërkon një komunikim zyrtar tani nga Ministria e Jashtme në Tiranë. Nga ambasada.